mos shqitjes dhe mos. A jeni dakord zonjë që një pjesë mendon që zoti Berisha duhet t'jap dorëheqje nga politika dhe duhet t'i lërë vendin rrjedhës normale tjetër për zhvillimeve në Partinë Demokratike? Një forcë politike që ka kryetarin opozicë në arrest do të bëjnë betejë jo për kryetarin e partisë, për sistemin e pluralizmit në Shqipëri. Pa provë, pa akuzë. Me një gjykatëse që e dënon për korrupsion që veti ishte shkarkuar nga Berisha president se kishte bërë korrupsion. Nga një gjykatëse e cila është dënuar nga gjykatat e vendeve fqinje. Nga një gjykatëse që ka falsifiku. Ajo e dënimit në vend që nuk vërtetua, jo. Ka mashtru. Jo, nuk është vërtetuar. Nuk është vërtetuar, nuk ka dokument. Ka mashtru, ka mashtru. Zoti Berisha vet, por jo në mënyrë drejt për drejt e themi. Por nëse ndale me këto ndaj dhe janë të gjitha segmentet. Prandaj thash, ne ndërtojmë kullat bukura, por ne kemi shpartallu kutinë e shtetit shqiptar. Dhe kjo do një vullnet të gjithë shqiptarëve, të shumicës së shqiptarëve. A realizoj një gjë të tillë? Se di. Unë prap do të këm ngull. Ne shohim që kemi çdo javë protestat e bashkia, mirë bëjnë, por janë me numëron me gishtat e duarve. Shohim çdo natë ka protesta apo mbështetje, sensibilizim poshtë të balkonit të zotit Berisha, por prap pjesëmarrja vlen për të theksuar që është le për të dëshiruar. Dhe kishim një protest kombëtare që për hir të së vërtetës të paktën në publik u pa që u angazhuan të gjithë deputetët, përveç zotit Berisha i cili vjen të jetë në arrest shtëpie. Jo, dhe ai u angazhuan. Po, jo në terren, po flasim për në terren, sepse në protestat e tjera ka qenë i vetmi zoti Berisha nga veriu në jug që është angazhuar në terren dhe asnjë deputet. Deputet veç ku shkonte për të marrë atë foton që ishte në ka të ndisur si Partia e Deputetëve, Partia Demokratike. Pyetja është këtu, problemi që Partia e Deputetëve. Po ne grupin parlamentar e kemi trashëguar. Nuk është. Nuk është jam shumë dakord zonja. Se nuk janë 52. Është realitet. Të 52 janë kështu të këqij. Jo, nuk thash një gjë të tillë. Të thash janë të trashëguar, nuk të thash janë që prej tyre ka njerëz shumë të mirë, prej tyre ka njerëz që angazhohen, sikurse prej tyre ka edhe jo politik. Dhe shumica janë pa mendim politik. Të gjithë, le themi shumica e deputetëve ishin të angazhuar për protestën e fundit kombëtare. Pjesëmarrja në syrin tim si gazetar la për dëshiruar krahasuar me protestën që bëri vetë zoti Berisha. Sepse ishte në korrik, kishte më shumë arsye. Në shtat korrik ishte protesta e zotit Berisha, zonja Topalli. Po në shkurt ishte e mrekullueshme, po në korrik ishte me ato temperatura, po të kisha shpinë më larg nuk dija do kisha shkollon, sepse janë temperatura të tmerrshme afrikane. Edhe në shtat korrik ishte. Po jo të gjithë e përballojnë ato temperatura. Po pse për zotin Berisha dolën, ndërkohë tani zoti Berisha në Burg, 5D-ja po, inceneratorët po. Ka qenë një protestë shumë e mirë. Jo gjithmonë kanë të njëjta dimensione, po ka qenë shumë e mirë. Dhe një gjë tjetër, ajo rezistencë që bëhet në rrugic, ajo janë tallë në fillim me te, por pastaj pa nëse sa dole në shkurt. Kjo forcë politike bën atë sa mundet në parlament, me ato kushte që është, nuk është put, ato janë heroja, ato që rrinë çdo ditë aty, sepse besojnë se është e padrejtë, dhe kur diçka është e padrejtë, njeriu reagon. Mund ta du, mund mos e du, Josefine, Rolandin e tjerë. Po në qoftë se Rolandit edhe me pas kundërshtar politik i bën një të padrejtë, unë them prit. Edhe me pas kanë Edi Rama. Qoftë se arrestohet pa provë dhe pa akuzë, duhet të thosh prit, se është kryetar partijet. Ndaj dhe mos e lidhni me emrin, por lidheni me fenomenin dhe me rrezikun që sjell ky fenomen. Kur ka përballë një qeverisje që është e kalbur tërësisht brenda, nuk din cilën anë me ra, prandaj nuk vjen, por edhe frikshme. Kjo ishte kështu shkodranishte, nuk di me cilën anë të bjerë. Me ra. Por në fakt është edhe për të ardhur keq në shumë aspekte. Nëse do të shohim Partinë Demokratike, për mua do kishte pushuar se qeni Parti Demokratike, sido që të merret kjo që të them pas zotin Berisha. Pse? Në momentin që zoti Berisha, e thash më herët tek protestat, i vetëm organizonte gjithë ato çfarë organizonte, ndërkohë sot të gjithë deputetët dhe nuk organizojnë të asgjë. Dhe një rast tjetër konkret, në mbledhjen e parë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike pas zotin Berisha, që është bërë, deputetët sas janë rraf njëri me tjetrin.
Nuk jam brenda grupit. Jo, e them unë, pa merak. Nuk e di, por një gjë do të them. Sharje të pafund. Ajo para ka qenë gjithmonë ashtu. Berisha e mbill të vetë. Që këto do të dalin ai krijon të frymën, ne tjerë punonim. Nëse zoti Berisha është e mira, është e keqe, pastaj zoti Berisha ka një 50 vende bosh, pastaj fillojnë të tjerët. Kjo është fuqia e liderëve. Fuqia e liderëve. Nuk ka asnjë suksesor. Iko Angela Merkel. U përgjysmu. Po krahasohet me Gjermani. Jo, nuk du me krahasu. Evropa nuk ka fare. Liderat e fortë, Amerika, Reagani. Liderat e fortë lënë gjithmonë vakume të fuqishme mrapa. Por mençuria do ishte sikur ta bëshin mënyrë sa më të zbutur këtë vakum që lanë. Se vakumi vetë natyra nuk pranon vakum. E zëvendësojnë, pastaj e zëvendësojnë ato që ju thoni që Argita Maltezi, Berisha vajza, zoti Berisha mund të jetë ajo një suksesore pasardhëse. Nuk e di, e kam dëgjuar që e kam dëgjuar për debat kryesor. Po nuk e kam menduar ndonjëherë një gjë tjetër se ne kemi kryetarin e partisë. Ne kemi dhe kemi në rast. Ajo ka shprehur që nëse në 2025 situata do të jetë e njëjtë, pra në zgjedhje, ajo do të marrë tjetër vendim. Nuk e di, do presim momentin dhe do flasim. Por, në rast se, një pyetje drejt për drejt, në rast se Argita Berisha Maltezi në 2025 garon qoftë edhe për kryetare të Partisë Demokratike, a do të jetë Josefina Topalli një pretendente përballë saj, dy figurat? Jo, nuk më intereson. Nuk. Ju vjen keq për Partinë Demokratike, por nuk merrni asnjë hap për ta ngritur dhe ju Partinë Demokratike. Nuk më intereson, unë kam punu në atë parti edhe si nën kryetare me gjithë forcat e mundësitë e mia dhe kur s'kam qenë nën kryetare në opozit vitet përpara se. Si nuk ju intereson, se kuptova? Jo, nuk kam asnjë ambicie për gjë tjetër. Jo, si është punë ambicie, a do ta mbështesim ju Argita Maltezin nëse jo, pyetjen e bëni nësh. Pyetja ishte nëse do të ishte ball për ball me Maltezin. Dhe pastaj nuk ka kuptim që të flas për nëse. Unë nuk kam asnjë ambicie të tjera. Fare. Jo, ambicie ju nuk keni, por ne dhe kur themi ne, do thënë me shumë modesti e them dhe ju a them me shumë sinqert. Okej, gazetarë tani dhe s'me kanë besuar në fakt kurrë një gjë të tillë. Edhe asnjëherë nuk ndodhi që të garonit për kryetare. Sepse nuk e kam menduar, nuk e kam bërë. Por mirë, atëherë pse krijuat parti më vete? Sepse kam shpresuar gjatë gjithë kohës që ajo parti do gjente forcën për të reformuar brenda vetes. Po si do reformohesh me ata njerëzit të zgjedhur nga Basha? Përveç kësaj, nëse kam gabu. Ja, kjo është gabimi. Njeriu shpreson, kur e shef që nuk shpreson, atëherë merr vendime të tjera për të përmirësuar situatën, për të mos shku këtu ku kemi rrit. A mendoni që lufta më e madhe për reformimin e partisë bëhet brenda apo duke qenë jashtë saj? Brenda, padyshim. Ju do jeni brenda? Jo, po flet në teori. Po në teori, po sigurisht. Teoria jeni ju këtu zot? Sigurisht brenda. Sigurisht brenda. Dhe cila do jetë ardhmja juaj? Nuk është thjesht autoriteti moral. Jo, nuk mendoj për një gjë të tillë. Edhe herë do të bëj të qartë. Unë kam qenë shumë e privilegjuar në jetë. Kam një jetë familjare të qetë. Kam që është e para për çdo familje. Edhe kam për një jetë politike shumë fort. Kam besuar në atë që kam bërë, kështu që është momenti që njerëzit duhet ta mendojnë më përtej vetës tyre, se ne kemi si shqiptarë, kemi problem të madh, kjo nuk ka lidhje të majtë të djatë. Ne shohim interesin tonë të ngushtë derisa marron ajo familja jonë, dhe pastaj përtej nuk. Po kjo është një rrugë shumë e shkurtë që çon pastaj një rrugë në përpjekje shumë e vështirë për kombin dhe për vendin. Në fakt zonja Topalli ka një pyetje që vazhdon edhe diskutim që bëhet edhe brenda Partisë Demokratike. Me rikthimin tuaj, në fakt një pjesë ju konsideronin edhe rikthimi tradhtarëve, për shkak se ju larguat dhe krijuat partinë tuaj në zgjedhjet e fundit. Zonjës Topalli tradhtarëve? Pra, sipas tyre ishte rikthimi i tradhtarëve dhe ndoshta zonja Topalli e di shumë mirë se kush mund të jenë ato që mund ta kenë thënë një gjë të tillë, por ka edhe nga ata që thonë zonja Topalli sot është në Partinë Demokratike, por mban edhe partinë e saj Lëvizja për Ndryshim. A është mbyllur Lëvizja për Ndryshim? Është në gjykatë. Po sistemi i drejtësisë joni është. Në ç'kuptim është në gjykatë?
Po shumë për të mbyllë prej sa vitesh, prej 3 vitesh. Nuk u mbyllin, kjo është ide. Po jo, se nuk e kanë marrë në shqyrtim se s'funksionon asgjë. Ti me balli divorc atje nuk të ndajnë. S'kam as i lidhje, se unë kam dhënë dorëheqjen. As ekziston. Thjesht si parti. Basë zgjedhjeve ka dhënë dorëheqjen. Ekziston praktikisht më. Kështu që s'ka vlerë, nuk ka vlerë. Por sistemi jonë juridikisht ekziston. Pranoj të thash shteti. Juridikisht ekziston. Po jo. Edhe nëse ekziston juridikisht, zonja ka bërë vendime të tjera. Se ka dhënë dorëheqjen. Ne jemi një vend ku s'kemi pas gjykatë kushtetuese për vite të tëra. Imagjinon dot një gjë të tillë? Jo, këtu shkojnë në divorc dhe s'mundën me marrë vendime se nuk funksionojnë. Janë me qindra mijëra doze. Kjo është një problem tjetër shumë i madh i shtetit tonë. Zonjë, si parashikoni ju këtë vit politik dhe finalen e këtij viti me zgjedhjet parlamentare të vitit 2025? Se kjo do mbetet, do jetë kështu parashikimi i zonjës Topalli. Unë kam qenë në zgjedhjet lokale në Lezhë, por kam njekë edhe qytetet të tjera. Në qoftë se ti vendos të gjitha paret kundër ateje, të gjithë pushtetin, gjithë administratën, shtolle krimin aty brenda, ti duhet të jesh një superman për ta përmysë. Kjo është disfat. Përveç se, nuk e mylla fjalin, përveç se në rastet kur ti krijon frymë dhe njerëzit besojnë se gjithë bashk mund ta ndryshojnë. Po. Dhe pse të mos ndodhë një gjë të tillë? Mund të ndodhë. Edhe besoj se mund të ndodhë dhe do doja shumë që të ndodhte. Si do të kryohet? Jo thjesht për të ndryshuar, jo thjesht për të ndryshuar pushtetet, se mund nuk më bën me përshtypje ajo gjë. Për me ndryshu tërësisht politikat, për me vendos shtetin në rrshinat e shtetit ligjor, për me mbyll lidhjet me krimin, për me mbyll lidhjet me mafjen dhe me vendos luftën kundër korrupsionit si të pare në një platformë për të sjellë vendit tonë një siguri tjetër dhe për të mos u larguar njerëzit. Nuk është e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë, por duhet edhe persona të vendosur. Por, prandaj folëm për persona, duhet gjesh njerëz me integritet. Një e kemi përballë, e folëm edhe ne, pavarësisht se jo se ju kemi përballë. Përse ju nuk ajo kërkon një nuk bëhet nga një person të toni. Një kompleksitet situatash, vendimarrjesh, pjesëmarrjesh, personalitetesh, profilesh forta politike, integritet të lartë etj. etj. Asgjë s'është e pamundur, por është e vështirë. Por do guxosh, kërkon guxim. Po dole prej zonës së komfortit, nëse qëndron në zonën e komfortit s'ndryshon kurrë asgjë. Po dole prej zonës së komfortit sigurisht që aty fillon ndryshimi. Zonjë, ka një gjë shumë interesante. Ju me këto që po thoni gati dukeni ndonjëherë kështu si e vetmuar, si në ishullin tuaj. Tani në Partinë Demokratike dhe sidomos në grupin parlamentar, ka që ju mbështesin ju dhe ju keni atë filmin tuaj politik? Nuk kam kërkuar mbështetjen e kërkuj asnjëherë në jetën time. Kam bërë gjithmonë atë që kam menduar se është. Po si do fitoni betejë aty? Dhe mendoj se ka shumë njerëz që s'janë për lym. Shumë njerëz. A kanë ata që ka thënë zonjë ju keni shumë drejt? Nga këta grupë parlamentar, thëmë tani. Jo, nuk kam lidhje me grupin parlamentar, sepse unë s'jam në grup parlamentar. Unë thash kam 10 vite që jam jashtë parlamentit. Kontaktet e ke aty ka... Po sigurisht që njoh. Po zoti Tritan Shehu s'ka nevojë të thuash që është i Lulzim Bashës. Pavarësisht se ka qenë në grupin parlamentar. Unë komunikoj, por nuk kam ndërhy se s'jam pjesë e grupit. Zonja, a ju ka thënë njëri apo marr Tritan Shehu, zotin Spaho, që keni tjera marrëdhënie? Unë mendoj se Zonja Topalli ju keni drejt. Unë mendoj që nuk do të flas me emra të veçantë, ka njerëz aty që e shohin që gjërat duhen menduar ndryshe, sikurse ka njerëz të cilët janë, shumë mirë aty me qenë deputet. Zonjë, si e drejtoi parlamentin Lindita Nikolla? Më falë, unë për pararësit e mi dhe pasarësit e mi kam një parenë që nuk flasë. Kam bëllë që me folë për gjithë të tjertë. Ju për pararësit tuaj ju keni ndërruar, i keni respektuar pararësit tuaj që kanë qenë në vitet 20-30 kryetar kuvendi? 20-30? Po. Sepse keni pasur edhe lidhje... Do të them një gjë. Kryetari parlamentit moderon. Vendimet i merr maggjoranca. Shumë herë kryetarit parlamentit i mbeshin atë që nuk është i tij sepse është njeriu më i ekspozuar. Por unë mund të them kam qenë me fat që nuk më ka urdhëruar kush
e nuk më ka zit kush për t'i heq imunitetin në mënyrë të paligjshme kryetarit të opozicës, apo për të pengu për të ngritë komisione hetimore, apo për të kërkuar që brenda një muaji me përjashtu 60 deputet. Në të tilla raste, pas emocion, është votuar emocioni. Në të tilla raste, njeriu bën një zgjidhje, mund t'japin ndërheqje. Unë kam pas gjithë lirin time me votu edhe kundra prokurorëve, edhe kundra gjykatësve, edhe kundra më parë i kam thirrë ndërgjegjes sime se sa forcë time politike. Jo, ka pas emocion mosbesimi për ju dhe është votuar në parlament. Unë nuk di rast tjetër, nuk e di, ka rast tjetër zonjë në këto 34 vjet, s'ka. Nuk ka në këto 34 vjet. Dhe e mend për çfarë ishte? Po tjetër. Domethënë është një rast shumë ishte absurd. Megjithatë aty bën bashk. Aty ka pasur aleancë. Sigurisht. Aty ka pas aleanca zonjë. Po sigurisht. Ai ishte një stërkëmbë shumë i fortë, por ju arritët fituat dhe ajo ka qenë besoj betejë juaj më e madhe që ke fituar? Në aspektin personal. Në aspektin personal kam pas po, sigurisht, s'ka qenë e thjeshtë, se kishte brenda pushtetit që linjat ndryshme. Dhe me pikërisht pse keni kaluar këto, ju duhet të thoni disa fjalë për zonjën Nikolla dhe për zonjën Spirpali se si e parashikoni. Nuk e kam vendosur prej kohësh dhe nuk i bëj asnjë koment. Kupton koleg, prandaj Partia Demokratike humbet, se zonja Topalli po bën të heshtur. Unë vetëm e hesh nuk hesh. Jo, ke një kështu. Edhe herë, kryetari i parlamentit moderon. Vendimarrjen e ka grupi parlamentar. Sigurisht, po edhe ai ka në moment, edhe herë të thash, në momentin që ti do bësh diçka që të urdhërojnë dhe ose kupton, o ke frikë të japësh dorëheqjen, më në pesh. E ke llogarit vet. Diplomacinë parlamentare ju nuk e bën se vendosi majoranca, e bët ju personalisht. Është kështu? Nuk kam asnjë dëshirë me komentu për kryetar të parlamentit. Problemi nuk është kryetari i parlamentit. Kush i fiton zgjedhjet e vitit 2025? Mund të kenë plus minuset e veta. Zonjë, jemi 8 muaj para. Kush i fiton zgjedhjet e vitit 2025? Uroj që opozita të krijojë një ekip me personalitet të profilit të lartë politik, kryesisht të pakorruptueshëm, që të kenë kurajon për të përballë. Nëse kjo edhe kështu duke qenë, edhe është e vështirë. Nëse nuk do bëhet kështu, pastaj do ke sfida tjera të vështira përpara, por gjërat mund të ndryshojnë. Po ne di që zgjedhje të lira dhe të ndershme Shqipëri s'ka. Po të pse futuni zgjedhje pse? Sepse kjo pyetja më vështirë për të kthyer përgjigje. Sepse do të goxosh. Do të goxosh. Edhe nëse e humbi betejën e dytë mund ta fitosh. Në qoftë se ti qëndron i don gjërat sigurta në politikë, s'ka asgjë të sigurt. Politikë për të arrit do të bësh beteja që mund t'i humbish, mund t'a fitosh. Mund t'a humbësh sot, por e fiton nesër, por duhet goxosh. A ka ndonjë gjë që vlerësoni qeverisjes së zotit Rama ka 12 vjet kryeministër, ne ke shutur edhe në skalet dhe në renditje zoti Rama ka kaluar Enver Hoxhën, Adil Çaçani dhe do thënë nuk besoj që do arrime me çeun me 27 vjet, po është në vend dytë mbas atij zoti Rama është. Po në fakt ju i llogaritni 12 vite zotit Rama si kryeministër dhe një korrekt. Në pushtet është 25 vite. Mirë. Në pushtet ka 27 vite. Ka fituar betejë me ju zonjë. Ka fituar zonjë, si Bashkinë e Tiranës ka fituar 3 mandate, ka fituar me ju. Ato po. Pastaj jo. Po edhe ato beteja të forta 27 vite në pushtet. Dhe nuk e përmend kush. 27 vite pa u ndarë nga pushteti. Ka fituar ndaj jush, ka fituar betejë, ja u ka marr. Atëre, po bëj 2005 na ka marr me Ilir Metën, bravo i qoftë. Po riformuloj pyetjen. Me Ilir Metën, mbajtet me Ilir Metën. Absolutisht. Po riformuloj pyetjen. Po. Kishit bërë një parashikim, si ka mundësi zoti Rama doli më i fortë se Sali Berisha, Fatos Nano, Ilir Meta? Sepse ka vendosur me majt pushtetin. Fatos Nano dhe Sali Berisha nuk donte Berisha. Çdo kryeminist don me majt pushtetin. Jo, stop, nuk kam marrë fjalin. Por në qoftë saj do me marrë pushtetin, por duke qëndruar ca parimeve, mund ta marrin dhe mund ta humbasin. Fatos Nano dhe Sali Berisha kanë vendosur, nëse ato nuk e bëjnë çdo përpjekje për të marrë pushtetin brenda standardeve të saktuara, por nuk janë shtu kur as te krimi,
dhe as të gjërat e tij. Në të tilla kushte do ishte fitore nëse Partia Socialiste nuk arrin të paktën të formojë e vet apo të marrë vetë me 70 deputet apo 71 deputet. A do ishte fitore? Fitore është ndryshimi i situatës në interes të shqiptarëve. Unë nuk jam në atë fazë që jam kjo parti, kjo parti. E shoh pak më ndryshe, kam kapërcy forcat politike dhe shoh interesat e të vinjër PD në pushtetin. Më shumë shqiptar një dekadë sa në 2 dekadat e para bashk është në një buzë, një gremine që do ta mendosh seriozisht. Po mirë, vjen PD-ja dhe shqiptarët kthehen? Pikërisht këtë thash, nuk e lidhi me forcat politike. Po e lidhi me politikat për të luftuar korrupsionin dhe për të vendosur shtetin ligjor. Se më pushtet me llogari vjet, nuk vjet në pushtet, hajde do fitojmë ne, se ju thoni vetë për këtë po flasim. Është një sfidë e vështirë, jo e pamundur për të fituar. E vështirë, po ja pa mundur. Edhe zoti Basha kështu e thoshte. Ju e thatë jo e thatë fikse. Disa herë. Ai s'ka patur asnjë humbje në fakt, zoti Basha e ka planuar vetë. S'kam asnjë humbje. Vetëm kam fituar thotë. Unë s'kam humbur asnjëherë. Na e ka thonë me 7 ose 8 mars nëse s'ka boj, me njëherë pas zgjedhjeve të 6 marsit të pjesshme, ku tha, unë s'kam humbur asnjëherë. Zonjë, informacionet e fundit janë që zoti Basha bën përpjekje për të ardhur në grupin e, do të thënë atë që quhen Dairi themelimi, se Partia Demokratike ajo është tani. Si e komentoni këtë? Nuk më intereson fare, nuk ekziston. Por apo të erdhi prapa aty, ti do jesh deputet kesh në krah. Nuk më intereson fare. Se i keni dhe shkronja të shumë me emra, do i keni ngjitur. Jo. Fiks fare. Si vën karrigat e di mirë. Do bësh një kërkesë ndryshosh. Nuk do jetë më në parlament. Nuk do jetë më në parlament? Po si e diti ku? Sepse s'ekziston. Jo, ekzistore, ja bëri një piruet. Zoti Berisha ka thënë gjithi thrasin vetëm Lulzim Bashën, jo. Kështu ka bërë. Por në fundit e bëri një zbutje. E kanë bërë nëse madje edhe vetë zoti Noka si sekretari i përgjithshëm është shprehur nëse ata s'pari do të kenë treguar publikisht me fakte se janë kundër qeverisë. Thotë ai më fali, thotë gabim, gabova. Do çaj. Falja nuk është me fjalë. Falja është me qëndrime. Po ai nuk do jetë më në parlament. Lulzim Basha nuk do jetë në parlament. Nuk ekziston. Edhe nëse merr me një subjekt të ri, nuk mund të jetë më në parlament. Po nuk ka asnjë vlerë më. Edhe po të jetë nuk ka asnjë vlerë. Okej, ne kemi ardhur në fund. Kishe një merak një pyetje nëse? Jo, në fakt paka shumë i tham të gjitha, vetëm ajo që ishte më e rëndësishme apo le themi më bukur atë nga zonja Kryemadhi, edhe një herë. Zonja Topalli që zonja Kryemadhi është jo të re, do zonja Topalli vërtet është re, por në atë treshin e zonja Kryemadhi nuk e kanë shtyrë, nuk u tërhoq ajo në fakt. U shtyr. Edhe një herë për herë të fundit. Nëse zoti Berisha nesër ju merr në telefon dhe ju thot ju dua apo dua ndihmën tuaj edhe të jeni pjesë e stafit tim, ekipit tim të kandidatëve për zgjedhjet e 2025-s. Për me qenë deputete, do jap përgjigje, do mendoj dhe do i kthej përgjigje, po për mua s'është anë. Përgjigjen do i kthesh po. Do mendoj. Nuk po them as po as jo sepse ke 10 vjet nuk ke menduar ti? Po jo, si kanë ndryshuar. Po çfarë për deputete? Si kanë ndryshuar situata? Zonja Topalli ishit në 3 lista. Këtë herë jeni nuk po mendoni dot, nuk jepni dot një përgjigje për një listë të Partisë Demokratike. Po mirë, nuk edhe herë këto gjëra dojnë kohën e vet. Kur të vinë koha, do të kthej përgjigje dhe do të them. Kjo është kështu, është mjeshtria e politikanit me shumë eksperiencë. Jo, edhe herë do të them një gjë. Zjarr ke qenë përpara, jepë përgjigje kështu tani. Ja, edhe herë. Nuk është ëndra jeme për qenë deputete. Po kjo s'do të thotë që të refuzoj. Po nuk është ëndër për ne. Edhe në fund, le themi bashkëpunimin e Partisë Demokratike me Lëvizjen Socialiste për integrim, e cila erëzoi nga pushteti, si e shikon? Lëvizja Socialiste për integrim, Partia e Lirisë, për hir të vërtetës e mbajti pushtetin dhe erëzoi nga pushteti. Në kushtet, absolutisht, në kushtet në cilat jemi, unë besoj se Partia Demokratike ka nevojë që të bashkëpunoj me çdo element për të ndryshuar situatën. Për mirë, se ndryshimi mund vinë, por ndryshimin për mirë, jo ndryshim, se mund të ketë gjithfarë ndryshimesh. Kështu që në këtë aspekt ajo nuk ka luksin për të përjashtuar asnjëri. Me qitë do të bashkëpunoj. Por ne duhet edhe këtë që ju thatë figura të pakorruptuara. Sigurisht. Dhe por duhet të flasim edhe këtë,
që realiteti 21 janari erdhi pikërisht po ashtu nga Partia e Lirisë apo Lëvizja Socialiste për Integrim asaj kohe dhe në mënyrë të drejtë për drejtë nga presidenti i Partisë Lirisë që është sot, ish presidenti Ilir Meta. Kanë kaluar shumë vite, jemi një situatë tjetër dhe gjërat kanë nëshu në çdo drejtim, në çdo drejtim. Duhet i përshtatemi sfidës së kohës. Nuk ka asnjë forcë opozitare luksin për të përjashtu asnjë qytetar, asnjë. Por të përfaqësohet nga persona të cilat kanë integritet. Është një gjë bashkëpunimi dhe është një gjë tjetër sa i takon forcë tonë politike. Se çfarë zgjedhin tjerët e din tjerët. Për të rikthyer prap kemi dhe rastin e prap të zotit Lulzim Basha, që për hir të vërtetës duam ne në listat e tij që e kanë votuar në Partinë Demokratike ka 25.000 vota. 25.000 antarë. Të paktën në Partinë Demokratike zyrtare që ai kishte, e kanë votuar herën e fundit. Aha, ti ju flisni për rezultatet që zgjedh Luli. Ne po flasim për ato rezultate që ai edhe herë, nëse i marrim të mirëqena, po flasim me dokumenta. Unë e kam myll. Nga momenti që ai nuk është më, unë nuk merrem. A e ka luksin Partia Demokratike ta humb 25.000 mbështetësit apo 10.000 mbështetësit? As nuk i ka pas ndonjëherë, as nuk i ka. Por, ne jemi një moment shumë delikat, jashtëzakonisht delikat. Do të shohim problemet tona themelore. Problemet tona themelore janë korrupsioni, shpopullimi dhe korrupsioni. Dhe duhet mendojmë që të ndalim shpopullimin dhe të luftojmë korrupsionin. Kjo kërkon kurajë, integritet dhe betejë kundër korrupsionit. Pikë. Nëse nuk mendohet në këtë mënyrë, nuk e di se si do të avancoj. Po është mundësia për ta ndryshuar. Është mundësia. Zonjë, ne kemi ardhur në fund të emisionit. Unë të falenderoj shumë. Pjesa e parë ishte më e bukur se kjo pjesa e fundit. Nuk e di pse ulët pak tempin, po uroj që ta ruani tempin e pjesës parë për aksione politike në Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike nuk është vetëm aset i juaj, zonjë, po është aset i shqiptarëve dhe kanë fjalën te pjesa opozitare që ka nevojë vendi. Dhe Shqipëria politike është në një moment shumë delikat që edhe pse njerëzit i kanë politike, është bë biznes. Prandaj do të transformohet. Sepse nuk ka opozitë, zonjë. Dhe mungesë opozitës. Sepse pushteti o blen kryetarin opozitës o e fut në burg. Po mos shitem. S'më ble dot i po. E kishin. Po e kishit ju. Po. Po ju, kur them ju tani ju e dini mendimin tim, po ju do të thënë Partia Demokratike se Okej, zonjë, gjithsesi ishte kënaqësi që unë emisionin Dekaloge e nisa me ju. Faleminderit ju. Suksese. Dhe juve suksese në karrierën tuaj politike. Faleminderit koleg. Faleminderit Landi. Ky ishte emisioni im për sot, shihemi të njëjtën në orën 18:00 nga unë, Roland Qafoku, natë mirë.